Arkitekte me profesion, a? Arkitekte urbaniste. E ca tjera, po se jam... Për sa kohë është në protestë? Që ditë e parë. Vërtet? Nuk e ndarë? Ja. Çfarë ka bërë në protesta? Po ne në fakt protesta jo ka nisur përpara, kanë qenë disa grupime në lidhje me pronën, në lidhje me, për shembull unë jam marrë me projektin TIK Durrës, e kam ndjekur, domethënë e kam ndjekur dhe drejtuar në farë mënyre, edhe ligjërisht, jo vetëm me protesta. Dhe ne kemi qenë disa grupime që na bashkonin kauzat e pronave, me rrjedhin, me Vlorën, me kështu, madje kishim dëshirën të bënim një bezlidhja për pronat dhe të godisim mbi këto ligjet kryesore ndër këto paketën e maleve etj. Pastaj kur filloi, donim të bënim një kështu, po, na bënim një kështu tipo jo po themi, në ato rrafje ishim kur plasi Zvërneci me një dëshirë se ishte pika që e derdhi dhe pastaj ishim gjithë këtu. Dhe si më thënë nga që rjolli kishte ardhur te ne në Durrës, Durrësi kishte shkuar në rjoll. Domethënë kishim një network relativisht edhe me gjithë këto kauzat e prekjes së pronave, kishim krijuar një network që kur të flasi, kur të keni ju protestë do vim atje, pavarësisht se ne gatandiseshim 3-4 veta domethënë. Dhe kur erdhi këtu ishim kështu si grup i gatshëm. Domethënë kështu ka qenë. Interesant. Tani, si shikon këtë raportin që ka, le të themi, BE-ja tashmë me kryeministrin, në raport me kërkesat që sheshi dhe ju keni bërë prej më shumë se 60 ditë. Po BE-ja e ka çuditërisht reagoi shpejt. Dhe reagimi i shpejt i BE-s kishte të bënte edhe me faktin që Shqipëria do të futet në BE, po kalon ca grup kapitull që duhet i kaloj dhe ndërto kjo e mjedisit është shumë e rëndësishme. Dhe zëvërzej si nxori që shteti shqiptar bën projekte, pastaj ndryshon, domethënë harton ca projekte përpara, mbasi harton ato, ndryshon ligjet, ndryshon edhe bën ndryshimet dhe i fut pra domethënë në fillim ata bëjnë planet se si do ndajnë Shqipërinë, pastaj e përshtasin çdo gjë sipas, po themi, ja sjellin ligjërisht e mbërthejnë. Eksakt, e mbërthejnë ligjërisht. Problemi është që këto gjëra edhe të duash nuk i mbërthejnë dot kaq kollaj ligjërisht, sepse kur ti ndryshon në zonë të mbrojtur statusin, edhe pse ligjërisht ti e ndron, përveç që Zvërneci me sa duket ka filluar si projekt përpara, ti duhet të çopësh kronologjinë e ca gjërave. Ndërkohë, BE-ja i thotë, shiko ti zotëri, je futur në zonat e mbrojtura dhe futja në zonat e mbrojtura është kushti numër 1 që ti duhet ta përshtatësh legjislacionin tënd me tonën, okay? Deri këtu. Por ndërkohë i thotë ti duhet anullosh çdo ndryshim që ke bërë. Raporti me atë që bëre pyetja më parë është i çuditshëm se megjithëse ai premton e del përpara Martakosit thotë po përpiqet të justifikoj veten e vetë duke bërë sikur ai di, sikur ai po e ka këtë dëshirë, në fakt nuk ka se dëshirë. Parlamenti u mbyll pa e futur fare në diskutim, një gjë, në diskutim, le pastaj që ta bëj vërtet ndryshimin. Po dhe sikur ky ndryshim të ndodhi sot, kjo nuk ka të drejta prapa vepruese. Pra ligji nuk e prek Zvërnecin. Zvërnecin e të tjera, sepse këtu nuk është më histori Zvërneci. Këtu janë histori të shumë zhvillime. Tani kush po bën kot? Rama apo BE-ja? Po bën kot Rama, normal që Rama, se BE-ja ja reagoi shpejt. Dhe madje BE-ja i ka vënë një kusht tjetër të bësh studimin e thelluar mjedisor të zonës, një ndërtohet dhe të Zvërnecit. Po, i thot ai, në momentin që ai pranon këtë, pranon që projekti duhet fillojë në fazën fillestare dhe me legjislacion shqiptar, që të fillosh një projekt, duhet ta fillosh nga studimi i fizibilitetit quhet, që ka mjedisorin të parë. Dhe ti po fillove nga këtë i bën që Zvërneci të bjerë poshtë, kjo është pak a shumë sensi dhe ky nuk po ndryshon ligjin, mendon të vyet te kjo. Domethënë bën sikur jo në përshtypjen time, po në fakt ai po bën sikur. Dhe gjëja më e çuditshme është që del dhe thotë Zvërneci të vazhdojë, projekti i Zvërnecit të vazhdojë. Domethënë ai se ka pikën e dëshirës e vullnetit për të bërë diçka. Mendon mbase për të mirën e vendit, sepse ky është një projekt i cili do të sjellë shumë benefite shtetit shqiptar? Mënyra se si punon kjo administratë dhe ky establishment është provuar që është nxituar, e pa planifikuar mirë dhe e pa llogaritur dhe këtë po jep shembujt e projekteve që janë ndërkohë në proces. Ndërto është porti i Durrësit. Alabari e pranon që vetë që u nxitua, por se u nxituan. Çfarë do të thotë u nxituan? Do të thotë që
nuk u bën projekte si duhet, nuk u bën studimet si duhet, ajo solli në fakt ato që për ne po shikojmë zhytjen. Zhytja në inxhinieri është vetëm një gjë që nuk i bëhet derman. I bëhet derman krisjes, i bëhet derman shtrembërimit, po vetëm zhytjes nuk i bëhet derman. Dhe kjo vjen nga një studim shumë i dobët para prak dhe nga një projekt shumë i dobët. Sado i vogël të jetë zhytja, në këtë fazë është shumë, kjo tregon për ne është një tregues i papërgjegjshmërisë së kësaj administrate, i nxitimit dhe i mosbërjes korrekt. Dhe unë insistoj pikërisht në këtë. Projektet e zhvillimit janë të mirëpritura në Shqipëri. Shqipëria ka sajte sa të duash për të ndërtuar. Por po su bën në mënyrë korrekte, që fillojnë edhe me legjislacion janë shumë të qarta, pra fillojnë studimet paraprake, mjedisore, fizibiliteti ka të bëjë me faktin që është fizibël, a është me leverdi, a i futemi dot në një zonë të caktuar, dhe mbasi kalohet kjo fazë, ti fillon dhe merr të gjithë fazat e tjera. Çfarë është një shprehje shumë interesante në rrethet inxhinierike, që punët e nxituara përfundojnë, që marrin më shumë kohë, kosto financiare, dhe çuditërisht ndonjëherë qellojnë të dështuara. Pra, faktori kohë nuk mund të thuhet më se Ala Barja i ka 5 vjet dhe nuk po ecën me atë ritmin. Pra, domethënë, faktori kohë u prej vetëm në fazën kur këto projekte u bën. Dhe kjo është historia. Zvërnezi ai mund të thotë, shikoj sa interesant, ai flet për projekte, po ta marrim më në fillim ai thoshte, nuk ka projekt. Dhe në fakt po të hapshe planet, po të hapshe sajtet, do me thënë që hapim ne ligjore, aty është akoma zonë mbrojtur, me restriction ndërtimi. Pra nuk është azhërnuar të regjistri i planifikimit me ndryshimet që duhet të kishte në projekt. Ndërkohë ky mas disa kohësh ose mas disa ditësh flet për studiot shumë të rëndësishme ndërkombëtare që janë angazhuar në këtë, po si që kanë angazhuar. Më pas u zbulua që KKT-ja, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave kishte marrë vendime për leje paraprake, pra për leje zhvillimi që tregojnë që projekti është shumë i avancuar, jo ashtu siç pretendon ai. Dhe këto tregojnë atë pjesën mbrapsht, dhe pjesa mbrapsht, unë do doja t'i drejtohesha pikërisht atyre që investojnë dhe që marrin pjesë, nuk merremi fare me burimin e financimit. Këtë e ka drejtësia në dorë, ta ndjeki nëse këta njerëz janë të ligjshëm për ta bërë apo jo. Mënyra se si punon këtë administratë është shumë me probleme. Dhe kjo do të vënte në dyshim dhe do të vënte gjithë investimin e tyre në rrezik të madh. Dhe urbanistika dhe arkitektura ka shembuj të plot zhvillimesh urbane që prishen pikërisht nga politika, nga mënyra të gabuara të projektimit dhe pikërisht të kapërcimeve shpeshherë të shpejta të fazave, të cilat kanë sjellë më pas gabime të rënda. Tash Porti i Durrësit po e jep tashmë zhytja është një nga treguesit që projektet inxhinierike janë të dobta të pabëra mirë. Dhe kjo me këtë kishte parasysh Ala Bari kur thoshte kam nxituar. Për asnjë gjë tjetër, sepse normalisht ajo ka 5 vjet që po zhvillohet dhe fakti që ka 5 vjet që po zhvillohet tregon që nuk është kohë e vogël. Fillimi i punimeve ka qenë shumë i nxituar. Po thoje që përveç kërkesës që sheshi ka patur ndaj qeverisë në lidhje me shfuqizimin për investimet e huaja, për ligjet, ka edhe një kërkesë për ligjin për çështjen e mjedisit. Po. Për ndryshimet në ligjin, po. Po ku konsiston? Pikërisht është futur në zona të cilat dikur ishin të mbrojtura, zona buferike, është lejuar aktiviteti ekonomik brenda këtyre. Që do të thotë zhvillimi ndërtimi. Dikur nuk lejoheshin ndërtime në këtë zona. Ata kanë lejuar në këtë zona të futet ekonomi i vend dhe emrat e përcaktuar, pra thjesht lejohet zhvillimi urban. Flitet për një Apollonia, në mos gaboj, është qytet, bëhet fjalë për 50.000 banor. Në zonë, domethënë është po shpik qytete nga out of nowhere, kur thonë, dhe ti nuk mund t'i bësh këto pa dieni dhe pa studime të qarta, të konsultuara, të para, në rrjete jo thjesht inxhinierike dhe profesionistësh, por gjithë rrethi i banorëve dhe zonave në të tilla raste konsultohen 3 kategori njerëzish. Janë specialistët e fushës, banorët në zonë dhe grupet e afektuara, që janë biznese tjerë. Pra domethënë, këto janë elementare me legjislacion shqiptar të përcaktuara. Që në rast të shkaluara, nuk janë pyetur fare, nuk janë marrë. Kërkojnë ndjesë bra shumë teknike. Jo, s'ka gjë, është gjuha jote, s'mund ta ndryshoj. Okej, dhe një a keni
besim që shtatori do t'jetë një muaj i cili do të sjellë ndryshime, të paktën ato kërkesa që ju keni bërë, do jetë muaj që do bëj një lloj diferencimi. Po ta vëni represioni që mban ky shesh, megjithse është në dukje numri ka rënë për efekt të gushtit, të vapës, por ndërkohë shtojnë diaspora që është duke ardhur dhe unë nuk vëj dot fillimi shtatori gushti, sepse kjo është një gjë që, si më thanë, është një gjë që e tregoi veten në proces të sipër, gjëra të cilat ne nuk i kishim parashikuar ndodhen, ja pikërisht ky marshimi i cili ecson në përgjithë rrugët e qytetit tregon që është një frym po njësoj, nuk ka humbur kjo frym dhe kjo nuk mund të themi, domethënë ne nuk jemi këtu për të përcaktuar kur do të jetë fundi, por jemi këtu për të përcaktuar atë që fryma jo vetëm që është këtu në këtë shesh, por ka një ripple effect quhet, një efekt po themi rrethor që po shpërndahet në të gjitha qytetet. Njerëzit kanë mundur frikën. Dhe pavarësisht se ky grup mund të duket shumë i vogël, forca e një grupi i cili flet me zënin e të vërtetës është jashtëzakonisht e madhe, është jashtëzakonisht shumë më e madhe se sa perceptohet këtu në shesh. Patjetër. Te ky shesh, domethënë, ka njerëz cilët jo thjesht protestojnë, por janë njerëz që kanë një ndërgjegje më të pastër me veten, edhe me atë se si jetojnë edhe çfarë duan vërtet nga qeveria e tyre. Dhe mua kjo më vjen mirë si puna e zakonit të keq, një cigares që ti je shumë koshient që të bën dëm, po ti e konsumon. Dhe në momentin që ti bindesh që këtë cigare duhet ta lësh, atëherë është ndërgjegja që vendos mbi parimet për të jetuar sa më mirë dhe sa më shëndetshëm. Kështu që kjo ajo është që unë them njerëzve kur më pyesin për protestën, për t'i garantuar që nuk kemi të bëjmë thjesht me protestë, ma iku protesta mbaroj. Kjo është ndërgjegje qytetare që kërkon me sy hapur, me vesh hapur, edhe me mendje të hapur, edhe shoqëruar që erdhi kjo ditë që shqiptarët të ndërgjegjësohen. Dhe me që jemi këtu ke energjia, se energjia është ajo që e mban edhe një njeri në këmbë, edhe një popull sigurisht, patjetër. Ju jeni njeri që e demonstroni këtë lloj energjie. Edhe paraqisni atë gjë për t'i dhënë të kuptoni njerëzve që besimi është mbi gjithçka, apo jo? Jo, jo vetëm tek në ide është kjo që njeriu gjithmonë, pavarësisht se çfarë të jepet në jetë, ti gjithsesi duhet të ndërtosh një sistem të ngritjes në këmbë dhe të gjetjes jo pa domosdoshmëri se anës së mirë të çdo gjëje, po të marrjes së mësimit nga historitë që të kanë ardhur. Dhe ne jemi këtu pikërisht nga mësimet që kemi marrë nga shumë protesta të vogla, biseda pranë kafeve, të këqija, bashkime në grupime të vogla, protesta shpesh spontane të vogla, por të gjithë jemi bashkuar atë pikën që jemi anti-establishment në këtë idenë që është ndërtuar një praktik bllokimi dhe si sistemi dhe mekanizmi ka ngecur dhe ky mekanizëm do gjej tashmë zgjidhje të tjera që s'vijnë më as nga e majta as nga e djatha, por nga ndërgjegja qytetare ngritur në atë nivelin që po jepet shembull me sa duket është shembull edhe shumë interesant i tashmë i elaboruar dhe nga të huaj, domethënë mënyra se si protestohet në Shqipëri po krijon një precedent shumë interesant. Dhe në ditën e 65, kush ishte ajo le të themi teoria e ditës, kush plasmi që i caktoi Shqipëria, një Shqipëri tjetër, ndërtimi një Shqipërie tjetër. Shqipëria e re që do kthehet në normalitet, që gjithë kasta politike e vjetër duhet bëjë një hap mbrapa, është drejtësia ajo e cila do të vë pikat mbi i nëse ata i kanë punuar me të drejtë apo pa të drejtë, pavarësisht çfarë thotë ky shesh, dhe në fund të kthehet në normalitet ku normaliteti do të thotë që çdo shtetar dhe çdo njeri që është atje në atë pozicion, mos ta shohim mos si privilegj, por si detyrë. Po, ta shohim si detyrë dhe si një detyrim ndaj detyrë dhe të ketë frikë, të ketë përgjegjësi dhe frikë kur e ushtron. Domethënë kjo është një gjë shumë e thjeshtë, Kosova e shumë vende të tjera kanë dhënë pikërisht kthimin në normalitet është më i thjeshtë se ç'duket. Okej, të shpresojmë tek Shqipëria e re atë. Shqipëria e re. Që do të bëhet, edhe mendoj që sheshi e ka tashmë një mision tjetër, që është ajo që është bërë tashmë si rutinë
e përnatshme, marshimi, Shpërndaj, po. ku njerëzit Frymën e protestit në për rrugët e patjetër, qytetit. është shoh që u bashkohen dhe shumë njerëzit gjatë rrugtimit që ata bëjnë. Ajo sjell tamam atë energjinë me që folëm për energjitë e mira me të cilën duhet ta nisim edhe ta mbyllim ditën. Kjo energji shpërndahet nëpër Tiranë dhe kjo është gjë më e bukur që po i ndodh jo këtu, por do t'i them dhe diçka, diaspora, qytetet e tjera, gjithë shqiptarët janë gjithë kohës të lidhura me mediat si ju, për të dëgjuar deri ato fragmentet e vogla të bisedave tona, për të marrë vesh se çfarë po ndodh. Dhe prandaj të them që kjo është shumë më e madhe se ç'duket këto. Okej, dashur, falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi.